Pa e mëndë për para 2 javë, diçka e tillë bëre një live në klinikën time, që i bëra thirrje të gjithë personave që injektojnë, të gjitha vajzave që shkojnë klinika, edhe jo klinika, parukeri, qendra estetike, etj. Nuk po i vëm emrin. Kush janë rregullat kryesore dhe çfarë duhet të dinë përpara se të shkojnë në një qendër ku do injektojnë diçka në fytyrën e tyre. E para, e mora produktin dhe thash, ky produkti duhet të jetë i mbyllur. Ky produkti është i joti. Përdoret, nuk përdoret i gjithi, edhe kur harxhohet gjysma, pjesa tjetër futet në frigorifer, vihet sipër një ankerplast me emrin tënd dhe është i joti dhe askujt tjetër. Nuk ka që e përdoret ti, ndrohet shiringa edhe e përdor tjetra, sepse kështu përhap shumë infeksione, smundje të ndryshme etj. Pra, thuaj troç tani, çfarë bëjnë tani? Unë e kuptoj se si duhet tani, çfarë bëhet? E ndajnë. Që me një age ja u bëjnë 2-3 pacientëve? Tjetër, në momentin që ti do bësh një procedurë estetike, gjëja parë që duhet bësh, ke një fletë konsensuale, ku ty mjeku të informon. E para, çfarë produkti do përdorësh? E dyta, çfarë cilësish ka ky produkti? E treta, kush janë efektet e produktit? E katra, kush janë efektet anësore të produktit? Dhe mbi të gjitha dhe një anamnezë shkurtër si personale tënden, ke apo s'ke smundje të ndryshme, ke apo s'ke alergji. Dhe në fund të kësaj flete konsensuale, firmos ti, firmos edhe mjeku, që atëherë kështu kuptohet përgjegjësia. Dhe në këtë lloj mënyre dhe mjeku është i mbrojtur, dhe pacienti është i ndërgjegjshëm për atë firmë që ka hedhur poshtë përpara se të bëjë një trajtim. Okej? Po. E katra, mjeku duhet të ketë doreza, duhet të ketë maskë, duhet të jetë i veshur përparse, duhet të jetë një ambient steril, duhet të injektohet. Tani, e keni parë se si injektohet apo jo? Si, parukeri? Këtu, parukeri, ajo lan flokët, del nga dera atje të shi. Jo, unë do thoja diçka tjetër, sepse unë e kam parë këtë fenomen në një këndvështrim tjetër. Jo, këtë injeksionin të ndodhi në kafe. Kam asistuar. Që nga arritje e re. Si qëton shqiptar... Që ka bosi droga, pëse stua? Injektojnë... Si qëton shqiptar e risi e re. Njëra tjetrën në kafe. Në kafe. Injektojnë njëra tjetrën filler, sepse po bënin buzët dhe... Qyshë, nëzori ajo gjilpërën në kafe, jo putin buz? Po, ja bën njëra tjetrës në publik. Nes në lënë t'i puthim në për buz këto, fusin gjilpëra, pas keni qëmë... Ja, këto janë gjërat që ndodhin në Shqipëri, paradokset. Wow. Kështu që doktoresha është një zë i vetëm dhe... Jo, ajo është zë i fuqishëm, nuk është zë i vetëm. Është zë i fuqishëm, ato do e thoja, përfaqëson profesionistët. Kur bëjni bashk disa, dhe unë i dua t'ju shoh gjithmonë bashk, që mos i lini fare këto. Po fare. Profesionisti